Do të analizojmë edhe dhunën se kjo protest nuk është se ka qenë aq paqësore. Po, vetë puna ime si avokat Sonila më detyron që t'jem gjithmonë pranë qytetarëve dhe në rastin e protestës sigurisht që e kam ndjekur, qoftë si qytetar, por qoftë dhe si avokat. Protesta duhet të themi që për mendimin tim personal është legjitime, pasi po flasim për drejta që janë reale të qytetarëve dhe qytetarët që po dalin aty dhe po shfaqen janë të një larmishmërie që dhe për problematikat që ato shfaqen. Duhet thënë që aktualisht protesta ka dalë me të paktën 5 pika, ku kërkohet një ndër më kryesore, duhet themi, është të dorëheqja e qeverisë. Duhet thënë që kjo kërkesë duhet marrë shumë seriozisht nga ekzekutivi, pasi është një protestë, domethënë që po mundohet t'i thotë qeverisë se ne kemi disa pika ku ju nuk po bini dakord me ne. Dhe duhet thënë që edhe reagimi qoftë dhe i deputetëve nuk është kënë shumë serioz dhe nuk e kanë marrë shumë seriozisht të themi drejten, dhe kjo ndoshta dhe ka irrituar në një farë forme qytetarët, sepse ata ndjen të pa dëgjuar, të pa ndjekur nga organet e ekzekutivit. Cilat janë të drejtat ligjore të qytetarëve të organizuar në këtë protestë? Po, të themi të drejtat ligjore në çdo vend botës, protesta merret shumë seriozisht. Nuk është marrë, po thoni këtu dhe ne. Të them drejtën, nuk është marrë seriozisht. Duhet thënë që ka diçka shumë veçantë. E veçanta është që nuk kërkohet thjesht dorëheqja e qeverisë, kërkohet dhe dorëheqja e opozitës, pasi dhe për opozitën ata kanë pikpyetjet e tyre, të cilat po i